Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë jemi 100 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë te pika e 3 ati ku kemi vetër, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Në vazhdimin e seancës konstitutive, në 9 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj. Urnoni, lutem. Kryesues, po të bëjmë thirrje edhe një herë, respektoje kushtetutën. Ktheu rendit ditës dhe respektoje gjykimin e gjykatës kushtetuese. Të ndërpritet. Regjia, ju lutem ndërpriteni mikrofonin. LDK le të urdhëroj të propozoj një deputet për antar të komisionit. Kryesues, zbatone vendimin e gjykatës kushtetuese. Fehu në randite. Ndryshe, regjia le të ndërpritet. Regjia, ju lutem le të ndërpritet. Lista Sërbe le të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Nuk ka propozim. AK-ja Nisma të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ne si Aleancë kem ndryshu qëndrim, na vjen keq. Ju lutem vetëm për propozim. Për ndryshe regjia ka ndërpres për komision. Mikrofonin. Vetëm propozim. Kur gjanë tjetër? Dhe na kemi një emër për komision. Dhe për komision e propozojmë deputetin Albin Kurti. Lus deputetet me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e një deputet kanë votuar për, kundër nuk ka pasur, abstenim nuk ka pasur, ndërpritet seanca. Së pari është tejet e rëndësishme që Kuvendi Republikës së Kosovës të konstituohet sa më parë. Siç e keni parë, në gjykimin e gjykatës kushtetuese, thuhet që Kuvendi Republikës së Kosovës duhet të konstituohet brenda afatit prej 30 ditëve. Ndonë se kjo nuk ka qenë çështje që e ka adresuar AK-ja dhe PDK-ja e LDK-ja kur e kanë kontestuar Komisionin për votimin e fshehtë në gjykatën kushtetuese, megjithatë, gjykata kushtetuese ka dalë jashtë kërkesës dhe ka përcaktuar tashmë një afat kohor.
Në këtë drejtim, jo brenda 30 ditëve, por Kuvendi i Republikës së Kosovës është dashur që të konstituohet po atë ditë, pra më 15 prill, kur edhe është thirrë seanca e parë konstituive. Por çfarë kemi parë gjatë gjithë kësaj kohe është mungesë e vullnetit, mungesë e përgjegjësisë politike, por natyrisht edhe publike, dhe shkelje e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ne kemi qenë të hapur që të marrim pjesë në takimet që i ka ftuar presidentja Osmani, ndonse tani kemi pasur vetëm një takim dhe të tjera do ndodhin gjatë ditëve në vijim. Kryetari i on, kryeministri Albin Kurti, ka ftuar po ashtu edhe para gjykimit të gjykatës kushtetuese partitë politike për të gjetur një zgjidhje për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, sepse siç edhe e konfirmon gjykimi i gjykatës kushtetuese, nuk është përgjegjësi e vetëm një grupi parlamentar apo një subjekti politik, por është përgjegjësi e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës që të marrin pjesë në seancën konstituive, të votojnë për, kundër dhe abstenim. Por fatkeqësisht deputetët e opozitës nuk po votojnë, pra ne nuk themi asnjëherë që duhet të votojnë për, por nuk po votojnë as për, as kundër dhe as nuk po abstenojnë. Prandaj ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në takimet e radhës të ftuara nga presidentja Osmani. Nuk përjashtojmë asnjëherë që të ketë takime që ftohen edhe nga kryetari Kurti, duke qenë që edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese obligon partinë e parë që të thras takime dhe me qëllim të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, por ajo çfarë doja të shtoja është që është e pakuptim që të shkosh në takim dhe të mos bësh asnjë lëvizje. Për sa kohë ne kemi bërë lëvizje, i ka përmendur edhe kryetari jon Albin Kurti në konferencën pas takimit që e ka ftuar, që ne kemi bërë një veprim, ju e dini që unë kam thënë, për me votim të fshehtë do të jetë vetëm një herë emrim në seancë të Kuvendit. Pra vetëm një herë do të votohet për mua me votim të fshehtë. Dhe nëse unë nuk i marr 61 vota, të paktën nga deputetët e Kuvendit, unë tërhiqem nga kandidatura. Ka qenë qëndrim i njëanshëm, por që është mbështetur ose është respektuar edhe nga kryetari Kurti edhe nga lëvizja vetëvendosje. Dhe e dyta, si kompromis, ne kemi thënë që le ta bëjmë një marrëveshje, rrezojmë bashkarisht, pra edhe vetëvendosje merr pjesë në këtë votim për rrëzimin e komisionit për votimin e fshehtë dhe pastaj merremi vesh për kryetarin dhe nënkryetarët. Nuk ka kuptim që të thuhet se nuk është emër i përshtatshëm Albulena, por në anën tjetër të thonë që ne do e propozojmë për nënkryetar të Kuvendit. Edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese i ka barazuar, sepse në fakt zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit është në të njëjtin nen. Prandaj edhe nuk ka asnjë dallim. Tash është e rëndësishme pra që çfarëdo takimi që thirret, ne të shkojmë dhe të japim propozime konkrete, por në anën tjetër nuk ka kuptim që të mos lëvizim fare. A do të jetë takimi bashkët mes partive më të mëdha shqiptare apo edhe bashkë edhe me ato partive të minoritet? Sa për ta sqaruar, unë ende nuk kam informacione që presidentja Osmani e ka ftuar lëvizjen vetëvendosje. Pra sa po ta kemi njoftimin apo informacionin për këtë, ftesën për këtë, ne do t'ju njoftojmë, pra ende nuk e kemi. Prandaj takimi i parë ka qenë të gjithë kryetarët e partive, siç e ka vlerësuar presidentja Osmani. Aty janë përmendur që do të ketë takime edhe të ndara, veç me liderët kryetarët e partive politike, por ne do të shkojmë në të dyja variantet, sepse kemi jashtëzakonisht interes që ta konstituojmë Kuvendin sa më parë në mënyrë që pastaj të vazhdojmë me procedurat për zgjedhjen e qeverisë. Zona Gjiova, keni ndonjë koment për skandalin e Noa Energy Trade? Është një prej kompanive më të mëdha në Kosovë. Unë t'inkurajoj që ti përcjellësh deklarimet e ministrës Artane Rizvanolli dhe ka çarkullim dhe jashtëzakonisht secilit zyrtar të qeverisë. Unë i besoj prononcimeve edhe të institucioneve publike, qeverisë dhe institucioneve tjera publike dhe jo shpifjeve mediale dhe të tjera si këto. Nëse ka rast që duhet hetuar, janë institucionet e drejtësisë që e bëjnë dhe jo ministri i drejtësisë. Ajo duket skandaloze që s'ka zyre fare një kompani kaq e madhe. Po, kam pranu ftesë, besoj nesër është takimi dhe unë do t'jem aty. Nesër. Nesër. Qëndrimin je që kemi posë gjithmonë. Ne ka 2-3 muaj që po mundohemi me gjithë zgjidhje, me ofru kompromise për me dalë për kësaj situate, por shpresojmë që e njëjta gjë të ndodhë, siç nuk ka ndodhur deri tash nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Nesër do të jem prapë te presidentja. Ju dini që ne kemi pasur kërkesë qysh herët që presidentja të merr rolin e saj dhe të involvohet. Pastaj kemi pasur edhe takimin që ka qenë para disa javësh. Shoh pozitiv në kuptimin e angazhimit, por nuk di çka të them për mundësinë e rezultatit, sepse në fundit blokada është prodhimi kryenësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Faleminderit shumë.
e patë edhe sot ignorancën e shumicës parlamentare lëvizjes dhe vendosje për të mos lejuar respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe për mos të lejuar mundësin ose mos të krijuar mundësin e votimit të kandidatit për kryetar të kuvendit. Kjo është shkelje në vazhdimësi, është shkelje kushtetuese dhe është pa përgjegjësi e madhe çka po ndodh me kapjen e institucioneve dhe me tendencët që të vazhdohet ky ngjarje politik. Faleminderit shumë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese ne jemi në një situatë krejt re dhe po mendoj që vazhdimi i seancave me këtë ritëm është antikushtetues dhe nuk i bën ndir as Kosovës. Ne pas këtij vetë kemi kërku, pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, vetë si Aleancë kemi kërku një takim konsultativ me kryesuesin e seancës dhe partive tjera politike dhe pa ashtu ju kemi përgjigj kërkesës për takim të zotit Kurti me qëllimin më të mirë për zhbllokimin e situatës. Tash e lexova që kofti sa për liderët e partive politike për takim me presidentin. Unë para se me hinë sallë thash ndoshta duhet më rol më shumë presidentja, mirë po duhet jetë tepër e qartë edhe e saktë, sepse ne po e shohim televizjave të vendose po e interpreton aktgjykimin e gjykatës kushtetuese ashtu siç pikon vënon vet. Dhe po, besoj që do t'i përgjigjim kërkesës edhe do të marrim pjesë në takim. Është takimi edhe do të tajni partitë veçëveç? Se kom atë informatë ende, nuk e kom atë informatë, po ne do ditën, orën, kur do t'jetë, nuk e kom këtë informatë, po unë besoj që do i përgjigjem kërkesës e presidentes për takim. Faleminderit shumë. Edhe një pyetje, pam që si me ironi tha deputeti Albin Kurti, që e propozu si e për dhe vendosja. Ata tash kanë bërë praktika sepse kur po folin deputetët ish opozitës, ende pa hap gojën, po tentojnë me mbyll seancën dhe unë sot e kisha një propozim konkret, por u munduan me mbyll seancën dhe unë mendova se profili më i mirë për me zhblloku situatën është Albin Kurti, sepse ai që e bllokon mundet me zhbllokue. Kështu që ndorën Albin Kurti tosh me blloku dhe me zhblloku situatën.